Kalojmë tani tek tematika e dytë, kemi dhe Marsi Simon në Skype, ndërkohë UNESCO nis një proces, një fushat për të mbrojtur shkrimin e dorës. Si e qasët këtë profesor? Është domosdoshmëri në kohën e epokën e algoritmeve dhe... Po të garantoj që e kam nga përvoja ime, kam filluar të më shkruaj mirë, vetë shqip. Po, më falë është dhe imja kjo. Dhe kur e mendoj, më falë profesor, kur e mendoj për shumë, që e mendoj me logjik, cilat shkronja aty ngec. Thjesht unë ditë shkruaj edhe e bëj në mënyrë, por tani që merre me çunën, ka filluar të risaktësoj shkronjat. Mendoj që është armë shumë e fortë e shkruara, se jo vetëm rrit përqendrimin, po rrit dhe fantazin, sepse ti jep mundësinë një fëmije, po e marr nga fëmia, që ti thuash, me këto shkronja krijon një fjali. Dhe më ka ndodhur me Bledin që ai ka krijuar fjali që unë nuk i kam pritur që ai t'i krijonte ato, po fantazia e tij ka qenë në nivele shumë të larta. Marsi, ka njerëz që kanë shkrimin e bukur, shkrimin jo të kuptueshëm, çfarë tregon kjo? Me që unë kam blokun tim që mbaj shënime, nuk do i tregoj shkrimin, po do i tregoj që mbaj shënime. Okej, oqa shpejt por kam të rëndësishme që unë të mbaj shënime me pika kryesore, sepse unë kam zbuluar të vetja me kalimin e kohës që kam një memorie vizuale dhe që duhet i përsëris gjërat. Për shembull, ashtu siç dua her pas here të shikoj të djalin im, çfarë lloji memorie ka që unë të punoj dhe ti ofroj atij mundësinë më të lehtë që ai ti mësoj gjërat. Shkrimi i dorës sigurisht që ka vlerën e saj, shkrimi do të thotë që në hapat e parë ku fëmijët fillojnë të ngjyrosin, fillojnë të mbajnë lapsin, në aspektin e zhvillimit të fëmijëve tregon për motorikën fine. Pra, në momentin që fëmia fillon të zgaravis, kur është ende fare i vogël, më pas fillon të përsosë kapjen dhe motorika fine, siç ne dim ta zotërojmë më mirë, fillon të përsoset në moshën 6 vjeç, prandaj dhe është këshilluar që mbi këtë moshë të mendohet për klasën e parë, edhe pse fëmijët fillojnë të shkruajnë edhe më herët. Pra me vija, me pika. Kurse presioni për bukur shkrim, mendoj se nuk duhet të jetë më ashtu siç ka qenë dikur, ku fëmijët gjuheshin nga duart apo ju bëshë kaq presion që shkrimi të ishte me kaçurela, të ishte vërtet bombastik kur e shikoje. Sot më tepër mendoj se duhet t'i japim rëndësi qartësisë, por gjithashtu edhe kontekstit ose të paktën që fëmia ti mësoj ato në mënyrë logjike. Në klasën e parë unë mbaj mend një fletore bukur shkrimi të djalit, e cila që në klasë të parë, pavarësisht se ai ka frekuentuar parashkollor, ashtu si shumë fëmijë të tjerë, fillonte me shkronja, pra fillohej shkronja I, U, E, pastaj fillonte fjala I riqi, pastaj fillonte fjalët Ariu dhe ujku shkojnë në etj. Dhe kjo pastaj nxiste atë vështirësinë te fëmijët e klasës së parë, sidomos te fëmijët që nuk kanë patur të njëjtin zhvillim ose që nuk e kanë ndjekur parashkollorin në shkolla, por që mund ta kenë bërë në kopësh ku dihet që mjetet ose metodika kanë qenë më të ngadalta ose jo të tilla si i njëjti ritëm si në shkolla ku sigurisht edhe zhvillimi i fëmijëve pra është pak më ndryshe në mënyrën se si bëhet kjo metodik. Po, faleminderit. Kjo them që shkrimi i dorës nuk do ta humbas asnjëherë rëndësinë. Edhe me dominimin e madh profesor të teknologjisë të AI, se ndoshta kjo është arsye kryesore për cilën UNESCO po e mbron apo jo? Jo, nuk është problemi se AI... Ke të rritur që nuk dinë në këto shkronjat kryesore, të mëdha si shkruen në drejtë shkrim? Nuk besoj se është marrëdhënia e shkrimit dorës me përdorimin e inteligjencës. Shkrimi dorës ka funksion, vajza i tha shumë bukur, kjo motorinë fine që është një temë e mësova nga vajza, po ka të bëjë me motorikën. Motorika fine, mbajtja e lapsit dhe silolapsit. Është shumë domethënës, sepse thash nga pikpamja psikologjike fillon dhe e ndihmon fëmin që të rrisë shkallën e përqendrimit. E ndihmon fëmin që të jetë më këmbgulës. Dhe këto janë dy qëndrime të cilat janë thelbësore për edukimin e tij dhe për suksesin në jetë. Nga kjo pikpamje, shkrimi i dorës, por na rivjen me këtë nismë të UNESCO-s si një mjet i ri në thonjza, për të cilin patjetër do duhet që shkolla të krijojë hapësirat e duhura. Por vetë vlerën që ka, nuk është problemi se po e themi unë, ose e thot sociologja, ose e thot kolegja,
por nëse e thot UNESCO, do të thot që kemi një problem jo shqiptar, po e kemi në nivelin botëror. Cili ka qenë era e fundit, Irena, për ty që ti ke shkruar me shkrim dore? Unë shkruaj me shkrim dore, goxha shpesh. Edhe duke qenë në shkrimtare, më duhet shumë të shkruaj personazhet në një blog, sepse mund të ngatroj emri dhe të më dal një emër tjetër për tjetër. Kështu që detyrohem të shkruaj që filan personazh ka filan emër. Shkruaj, nuk shkruaj bukur, shkruaj ashtu siç e fsheu Marsi atë, por më pëlqen mënyra e të shkruarit me dorë. Nuk shkruaj shumë shpejt. Kam shkruar më shpejt dikur, por ne kemi marrë leksione, ne nuk kemi pas libra, ndoshta ajo më ka ndihmuar, por e shoh shkrimin e dorës, ju ja thash pak më parë kur ne bëm atë ndërprerjen publicitare, si shumë të rëndësishëm, ju solla rastin e asaj dhe dua ta them dhe për publikun, e filmit Shkrimtarët e Lirisë. Ajo mësuese jepte mësim në geto. Fëmijët ishin nga nivelet më të ulta të shoqërisë, por ajo arriti që t'i bënte të gjithë ata fëmijë të merrnin shkollën e lartë, sepse ju kërkonte gjatë gjithë kohës të hartonin, të bënin artime, të flisnin për veten. Në atë kohë nuk ishte as kompjuter, as një gjë, dhe ata fëmijë u përqendruan, kuptuan procesin e krijimit dhe një pjesë e tyre u bën realisht shkrimtar. Kështu them që shkrimi dorës... Për shumë psikolog, për shembull, shkrimi dorës i lë të kuptojnë shumë më shumë për gjendjen e tyre psikologjike dhe emocionale, mënyrën se si ata e kanë ose ajo e ka shkruar, është një mënyrë shumë e mirë për ta kuptuar dhe gjendjen psikologjike të individit apo jo, nëse e kam dëgjuar edhe lexuar në një studim. Kjo është një temë ndërlikuar dhe që domethënë po të hym kësaj pune do na dalë goxha gjë e madhe. Po, për të vazhduar idenë e kolegës, duhet ta ndajmë mirë. Nuk bëhet fjalë që unë, ju, edhe zonja ose dikush tjetër të rritur, të futen në kurse për të shkruar shkrimin e dorës. Absolutisht. Edhe sigur ta pretendojmë, një marrë mund ta pretendoj. Këtu fjala është shkrimi i dorës të përdoret si mjet pedagogjik për mosha shkollore, për vlerën që ka. Sepse sado që të përpiqemi, ajo tastiera është me kollajs. Ka hyrë në mënyrë, po themi, brutale në jetët tona. Vetëm ata që janë në shkollë e përdorin shkrimin. Rinia e sotme nuk e përdor më shkrimin e dorës. Po nuk ka ku ta përdorë. Nuk ka nevojë rinia, sepse nuk vemi drejt, po themi, përdorimit të Gutenbergut, të shqipshkronjave në kuptimin e aseteve. Këtu problemi është që brenda moshës shkollore, shkrimi i dorës duhet marrë vlerën formuese, pedagogjike, të mbështetur mbi baza psikologjike shumë të qarta. Kurse për të rriturit, nëse fëmia në moshën shkollore arrin ta përdorë shkrimin brenda këtyre funksioneve psikologjike dhe pedagogjike, ai ka realizuar formimin e tij, atë që ne e quajmë kompetenca e komunikimit të saktë. Pastaj mjetet për të komunikuar nuk mundet... Dua të them një gjë që e kam vënë dhe më ka bërë përshtypje. Kam qenë në një aktivitet ku gjimnazistëve u ishte kërkuar të flisnin për një temë të caktuar. Ata kishin folur për temën, ishte e dallueshme që kishin përdorur ChatGPT, shumë e dallueshme dhe kishin mbushur ato fletët. Nëse atyre do të ishte kërkuar të shkruanin me dorë, jam e sigurt që do shkruanin shumë më pak dhe do ishin shumë të koncentruar dhe do ta mbanin mend ata që kishin shkruar. Sepse do detyroheshin që të mban mend se është ana vizuale si çfarë. Ata vërtet materialin mund ta kishin gjetur në rrjet, por e shkruar me dorë ata nuk mund të shkruanin ana aq shumë sa ç'kishin bërë. Por po ta shkruanin do ta konceptonin më të shkurtër dhe do ta mbanin mend. Përqendrimin dhe memorien vizuale. Faleminderit për mendimet tuaja që ndam për tematikën e sotme dhe shumë suksese në punën tuaj. Marsi, faleminderit. Punë të mbar. Gjithashtu. Faleminderit shumë. Ne përshëndetem me publikun ton, kalofshi një ditë të bukur me rrezë dielli, shihemi nesër me të tjera tema.